Tani ato bëjnë ping-pong, jo është e ime, jo është e ati, shtëpia, edhe ne nuk arrim të marrim dorëzim. Si në Lana është Shitsi, Albert Almuqa është, do me thanë, bashkëpronari. Unë jetoj në Gjermani, do me thanë, jam në emigrim që në 2010, edhe shtëpinë e kemi ble bashkë me babin, që do me thënë pagesa është ban, gjithë shka është ban, thjesht ai nuk të ndërzon shtëpinë, pavarësisht se pallati ka marru në 2019. Do kthejmë Shqipëri, s'kam kurri se shtëpia njezull është e sajume me plasmasa, se pri rëshkitjes dheut, kështu që unë me shpirt kthejmë Shqipëri, por s'kam kurri. Faleminderit, gjëse e merrni në konsiderat lutjen time, ose hallin, thjesht kërkoj të drejtën që më takon. Faleminderit. Tani unë të kuptoj shumë mirë këto normalisht janë çështje midis dy palësh private. Edhe janë çështje që normalisht zgjidhen nëpërmjet rrugëve gjyqësore, sepse kjo është këmbana jote, ata të tjerët kanë këmbanën e tyre. Megjithatë, pa vënë dyshim fare fjalët e tuaja, të shohim nëse mund të bëjmë një përpjekje të drejtë për drejtë, shtëpi ata e kanë ndërtu apo është ndërtuar? Po e kanë dhënë dikujt tjetër? Është bosh. Kush e ka blloku? Jo, po e kanë bllokuar me gjykat apo po ju keni kontratë, keni të gjitha. Po mirë ti më jep fjalën mund që kthehesh nga Gjermania, ne shkojmë dysh bllokojmë derën. 1000%, janë gjithë burrat 1000%. Dakor. Unë gjysën e rrobave i kam paketuar me valizhe, një pjesë tjetër duhet mi paketu edhe... Dakor, me atë gjysmën që ke, shkojmë... Ja, gjysë ditë e punë duhet. Me atë gjysmën që ke, shkojmë bashkë, blokojmë derën, Ulsiu në lejmë poshtë si ministër drejtësie. E kam seriozisht, s'po bëj shaka. S'po bëj shaka, e bëj. Qofse është po do ta shohim, do merrem me ran, qofse është eksaktësisht siç thua ti, shkojmë të dysh bllokojmë derën, se s'kemi rrugë tjetër. Dakor. Do ta zgjidhim. Si e ka emrin ky? Albert, Albert, e dëgjon ti Albert këtë bisedë që po bëhet tu, Albert Almuqa. Almuqa e ka. Po Albert Almuqa, e dëgjon ti këtë bisedë që po bëhet tu Rubik. Mes të odës mirditore, ke një apartament bosh që i takon mirditorëve, nuk takon ty, Albert. Kështu që bëhu gati ta dorëzosh se ne po vim. Dëgjove, Albert. Po ky Sino ku hyn? Ky është vlonjat ky. Ku hyn ky? Është vlonjat ky Sino, ë? Po është nga Vlora, ky është shitësim, që është bashkëpronar me atë. Ky ka bën pjesën e ndërtimit, nuk e di pse janë ngatruar ato ose janë ngatruar qëllimisht. Po ky është pjesë e kësaj loje apo është Albert? Ai është shitësi i apartamentit tim, ky e bllokon në mënyrë arbitrare, Albert Almuqa. Do Sino s'ka faj. Teknikisht ai do ma kthej apartamentin, por në këtë rast jo, më teknikisht do e marrin vetë ne, po Sino s'ka faj. Jo, s'ka faj. Okej. Jeve pak zotis mbrapa aty. Përshëndetje, mirë se erdhe. Se ne erdhëm këtu për mbrojtjen, po u bom për sulm tash. Të falenderoj. Po flasim për sulm tash. Për ardhjen në Rubik, në këtë qytet industrial. Unë që unë Frok Kuka, jam i zgjedhur familjarisht në Partinë Socialiste në Mjerdit, në strukturat kryesore të Rubikut, edhe kam qenë punë pas ke kompania Tete Albania. Më kanë marrë në zezë, edhe mas jam anku për pagat e këtë, jam anku në gjithë zyret e Sharkut Lefshës edhe këti, kanë nërhyrë dhe 2 ministra, 3 kryetar bashkisht, edhe ai turku quhet Hasan Bey e ka emrin në Tiranë. Si u bë kjo punë? Po turkun ku ta gjejmë tash? Më ka thënë se këtë Albertin e kapim, po turkun ku ta gjejmë? Më ka thënë që edhe me thënë Tiranës nuk të marr. Se janë ngu.
Unë të falenderoj Jo më që ke ardhur. jo më ti kishe ti atëre turkun e po i themi Edi Ramën ti nuk e pyet, po pyet dikë tjetër që Edi Rama e njeh. Po i thot atij e mas ne ti nuk di ku do rjetosh mos në Turqi e Shqipëri nuk jeton dot më. Unë të falenderoj që ke ardhur dhe E prap zoti mam. Si e ka emrin ky turku? Hasan Bey. Hasan Bey, pa Hasan Bey quhet gjysma Turqisë. Hasan Bey e ka ky. I thon të vegjlit atje në zyre. I thon Hasan Bey këtij, pa shu i thon, po Hasan Bey është gjysma Turqisë. Jo mos është punë frike, Hasan Bey si më thon zotnia juaj, po. Të falenderoj që ke ardhur dhe fitore. Edhe respekt e gjithë mirë. Ta mbyllim përpara se të dalin, ta mbyllim përpara se të dalin në një nafuzi luftë me Amerikën. Po e mbyllim. Faleminderit shumë. Respekte.